Ashtu si që mbushen xhamit, e rrugët, e restorantet, mbushet edhe libri i punëve tona, të cilin libër nesër kur do dalën para Allahut, Allahu thënë Kur'an, ikra kitabek, mere dhe lexoje librin tënd, dhe në këtë lexim do të hasësh edhe në ditët që ke qenë pushim, çfarë ke regjistru, çfarë ke vepru, dhe atë ke me gjithë nesër tek Allahu. Vëllezërit e mi të dashur, në momentin kur vjen mëngjezi, lind dielli, çfarë pritet? Pritet perëndimi i diellit. Nga besimtari çka kërkohet? Besimtari në çdo perëndim të diellit, në çdo përfundim të ditës, nëse dëshiron i qetë dhe i lumtur të jetojnë dunja dhe faqebardh Allahun me e taku, është i detyruar që ta merr veten në llogari çfarë ka bërë brenda ditës, nga se dita kaloi, mbetën veprat. Vëllezërit e mi të dashur, erdh pushimi, siç kanë ardhur dhe pushime tjera, por dhe pushimet do të mbarojnë. Besimtari duhet ta pyet veten e tij, librin brenda ditëve të pushimit me çka do ta mbush, nëse këtë libër do ta lexoj. Siç duhet kujdeset besimtari dhe për jetën e tij, ka ardhur në dunjë, sa e bukur dhe sa e mirë është ta mendojmë, sa e rëndësishme në këtë kohë të vështirë është vetes t'ja kujtojmë, nga se këtë dunjë do t'a lëshojmë, me ose pa dëshirën tonë para Allahut do dalëm, dhe me ose pa dëshirën tonë para Allahut llogaritë të japim, kënaqësit, fatkeqësit, provat, mirësit në dunjë do të ngelin, ndërsa me vete do të marrëm atë çfarë në dunjë kemi vepruar. Vëllezërit e mi të dashur, këshilloj veten time dhe juve që pas pushimeve, pasi që të mbarojnë këto ditë, do të mbarojnë edhe dasmat, do të mbarojnë edhe pushimet, do të mbarojnë edhe lëvizjet, mirë po, do të ngelin në telefonin ton fotografit, ndërsa do të ngelin shumë video në rrjetet sociale, mirë po çdo gjë që kemi bërë nuk do të shkruhet, do të ngelet në librin e Allahut xhelle xhelaluhu. E pas pushimeve, njerëzit do të ndahen dy kategori. Kategoria e parë e njerëzve do të jenë ata të cilët do të thojnë, sa kujtime të mira kemi brenda këtyre ditëve që kaluam në pushime, dhe kategoria e dytë e njerëzve do të jenë ata të cilët do të thojnë, sikur këtë punë mos ta kisha bërë, sikur në këtë vend mos kisha shku, sikur filonin për shok të pushimeve mos ta kisha pas, nga se vëllezërit e mi të dashur, një moment i vetëm është arsye dhe është shkak që njeriu të largohet nga Allahu dhul xhelal. E keni parasysh atë momentin kur dikush thot është vetëm një natë, është vetëm një moment, është vetëm një herë një jetë, edhe haron Zotin. E ç'kjo është vetëm një herë një jetë, është vetëm një moment, është vetëm një çast, mund të jetë ç'ki çast arsye për me u largu nga mëshira dhe nga rahmeti i Allahut. Çka duhet ki çast që të largon nga Allahu? Çka duhet ky moment që harrohet ndërsa mëkati ngjelet i shkruar tek Allahu dhul xhelal? Të dashur vëllezërit e mi, sa fatkeqësi ka ndodhur në dasma, pavarësisht se ka qenë gëzim, mirë po është harruar Allahu pas dasmës, ka mbaruar momenti i mirë në thojza, ka ngel fatkeqësia dhe sprova. Sa njerëz vëllezërit e mi të dashur, pasi që ka mbaruar pushimi, pasi që ka kaluar koha dhe ka shkuar në një vend ku nuk është dashur të shkoj, dhe tani ka mbaruar çdo gjë, është peng i momentit që e ka harruar Allahun xhelle xhelalu dhe gjithë jetën e tij jeton me këtë moment. Andaj, unë nuk jam këtu para juve për t'ju thonë se nuk ka nevojë njeriu për pushim, asë nuk duhet pushoni, por se kam dëshirë të përcjell tek ju mesazhin që Allahu dhe i dërguari Allahut na mëson. Në start vëllau jemi dashur, për hir të Zotit dëgjo me vëmendje dhe mos lejo dalësh prej xhamie pa e ditë dhe pa ja kujtu vetes tënde këtë ajet kuranor. Në surën El-A'raf, Allahu xhelle xhelaluhu thot: "Kul men harrama zinata Allahu allati", thuaj, kush është prej juve ai i cili ju ndalon të shfrytëzoni të mirat, begatit dhe mirësit që Allahu ka përcaktuar për robët e tij të mirë.
Feja, Kurani nuk është kundër pushimeve. I dërguari Allahut nuk na foli në asnjë moment kundër gëzimeve, nuk na foli në asnjë moment kundër shakave, nuk na foli në asnjë moment kundër qejfit. Mirë po, feja, Kurani dhe Suneti ne mësojnë një gjë. Çfarë? Mos të mundohemi, o ju të ri, për hir të Allahut mbajini mend këtë mësim. Mos të mundohemi që kënaqësinë tonë, që gëzimin tonë, që rahatin tonë, që buzëqeshjen tonë, që lumturinë tonë, që qejfet tona, ti ngritim mbi atë çka është ndaluar, mbi atë çka Allah e ka quajtur haram, mbi atë çka Allah ka përcaktuar kufit mos preket. Nga se në momentin që mundohemi të ngritim qetësinë dhe lumturinë mbi haramin, pas ati momentit do të shoqërohemi me fatkeqësi, të cilat fatkeqësi do të na shoqërojnë sa të kemi jetë, por edhe pasi ta përfundojmë dunjan. Me përfundimin e kënaqësisë, me përfundimin e natës, me përfundimin e pushimeve, nuk përfundon edhe mëkati. Mëkati do të shoqërojë në çdo sekond, në çdo moment, dhe mëkati, gjunahi, do të bëhet arsye, do të bëhet shkak që të largohet prej teje qetësia dhe lumturia. Sa njerëz asnjë pengesë për t'u kënaqur nuk kanë. Vetur po, shtëpi po, pare po, mundësi për të lëvizur në këtë dunjon po, kalon pushimi dhe ai përsëri nuk e ka kalu depresionin, nuk i kalon hapat për qetësim, ai përsëri mundohet kërkoj në një vend për të pi alkohol, për të pi cigare, ose për të pi drogë. Pse vllau im, kur i ki të gjitha mirësit, çka duhet alkoholi, çka duhet hapa për qetësim, çka duhet droga, por nuk jam mirë, po kushtan se në atë mënyrë do të bëhesh mirë. Po pse nuk je mirë? Përgjigjja është shumë e thjeshtë. Nuk ka mirësi, nuk ka qetësi, nuk ka rahati, nuk ka shpirt të qetë, përderisa ka gjuna, përderisa ka haram, përderisa shkelet ligji i Zotit. Allahut para nuk i dilet. Ndryshimet e ligjit Allahu dhul xhelal nuk guzon kush t'i bëj. Dhe Allahu në Kur'an tha: "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara." Kush don nga ju, mashkull ose femër, bën një vepër dhe një punë të mirë, atë do ta gjejë yawmul qiyame. Faman ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Kushdo nga ju bën një vepër të keqe, një punë të ligë, një haram që është i vogël, që ti nuk e mendon, ti në moment që e ke bëhe dhe ke haru, por ti e ke haru, Allahu Gjelle Gjelalu e ka registru dhe ajo në dunjo ka për të ndjek dhe kur s'ka për me të lëshu. Ibn Qayyim el-Jauzi, vëllezrit e mi të dashur, thot: gjunahi, mëkati, është shkak, është arsye, është sebeb me u largu bereqeti i Allahu Gjelle Gjelalu nga jeta jote. Çka dojmë më shumë në dunjo për me pas qartë, vëllezrit e mi të dashur? Përmendëm begati plot, përmendëm mirësi plot, por në të njëjtën kohë përmendëm mungesë qetësie. E qetësia, rehatia është nimet nga Allahu dhul xhelal. Qetësia do t'ju mungoj atyre të cilët bëjnë gjunahe, nga se pikrisht ç'kto gjunahe, ç'kto mëkate janë shkak i fuqishëm, sipas Ibn Qayyim el-Jauzit, të largohet mirësia dhe rehatia nga jeta e besimtarit. Dhe shiko sa bukur tha në vazhdimin e kësaj fjale Ibn Qayyimi. Tha: nuk ndodh që të largohet begatia vetëm se shkaku i gjunahut, dhe nuk ndodh që të kthehet e mira, dhe të kthehet mirësia, dhe të kthehet hajri, përveç se nëpërmjet tobes, nëpërmjet istighfarit për atë çfarë kemi bën, jemi pendu, e kemi kuptu se gabim ka qenë, jemi tërhequr dhe i kemi kërkuar Allahu Gjelle Gjelalu falje. Mirë po, të mjerë o vlezër, të mjerë o vlezër, wallahin të mjerë o vlezër, janë ata njerëz të cilët krahas asaj që kanë harru se në çdo gjunah që bëjnë, Allahu dhul xhelal regjistron nëpërmjet melaqeve që i ka urdhëruar. Këta vlezër edhe veti regjistrojnë gjunahet e veta, edhe veti regjistrojnë mëkatet e veta, nga se jo rrallë herë në ndodh
të shohim vëllezërit e mi të dashur, mëkatet të rënda, gjunahet të mëdhaja që bëhen në momente festive në shoqërinë tonë. Dhe ne kur shohim çfarë ndodh në rrjetet sociale, sa reklama i bëhet haramit, sa reklama i bëhet gjunahut, sa zhveshja promovohet, çfarë video fëmijët tonë shohin, sa muzika këndohet e prisht me fjalor të thlisht brenda kohës pushimeve, jemi dëshmitar sa komente të bëhen në postime të hajrit dhe dobishme. Dhe ne çfarë duhet bëjmë? Ne duhet të bëjmë hutbes më shpejt, ne duhet sa më shpejt dalëm prej xhamie, ne nuk duhet të prezantojmë ligjërata, ne nuk duhet të prezantojmë në derse, ne nuk duhet të jemi në shoqërinë e të mirëve. Përkundër asaj, ne do të vazhdojmë të flasim kundër hoxhallarëve dhe të bëhemi bashkë me ata që thrasin të ri dhe treja tona në punë të këqija. Ne duhet bëhemi bashkë me ata të cilët promovojnë haramin. Ne duhet bëhemi bashkë me ata të cilët ndodhin në shtëpi tona bashkarisht, shohim video që realisht nuk guxon njëherë baba, e lene mo e vladi 13 vjet, 14 vjet të shofe, e përballë krejt kësaj ne e të heshtim. Atëherë, nëse në ndodh kjo, me mes qofshim. Edhe në dunjos na duhet pse të jetojmë kur vetëm haramit i shërbejmë dhe nuk insistojmë që të promovojmë vlera, mirësi dhe begati. E vëllezërit e mi të dashur, çfarë është puna atyre njerëzve të cilët krahas asaj që e bëjnë gjunahin vetë dhe postojnë fotografi në muzika të natës ku fugen parën haram? Çfarë është puna atyre të cilët postojnë fotografi dhe proklamojnë lloje të ndryshme të duhanit, por edhe drogën? Çfarë është puna atyre të cilët postojnë fotografi duke qëndruar në aparat dhe duke harxhuar parë në për kazino ose në për llotari ose në vende ku Allah ka ndalu, dhe për të ardhur deri tek ajo që është më e reja? Për hir të Zotit o vëllezër, ju lutem, momentet e gëzimit në familjet e juaja mbani për vete. Dasmën që e ke bo mbaje për vete. Dasmën kur e ke bo djalin dhëndër mbaje për vete. Nga se momentin që e proklamon hudhjen e kemi përmend edhe vjet, po detyrimisht duhet ta përmendim edhe si vjet. Në momentin kur baba e inqizon e vladin e tij, teksa Allahu ja ka mundsu me e bë, Allahu ja ka mundsu me e rit, Allahu ja ka mundsu një nuse me nxon, Allahu ja ka mundsu me e martu, dhe në momentin kur Allahut elhamdulillah duhet me i thonë, ki e bën djalin e tij dhëndër duke hudh bereqetin mbi kokën e djalit, duke hudh mielin, duke hudh zetinin, duke hudh pije të ndryshme dhe më pas duke vallëzu mbi komplet bereqetin e Allahut dhe këtë me e postu. Mbajini mend, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush bëhet sebeb, kush bëhet shkak për një traditë të re që është haram me përham shoqëri, sa njeri u mas të njëtën tradit ka me e vepru, sa njeri mbas të njëtën tradit ka me shku, gjunahet kanë me i shku edhe që ati që e ka fillu. La ilahe illallah. Allahu në ruan nga një vepër e tirë, por nuk mbaron mëkati dhe gjunaj këtu, për të vazhdu halama të tje. Sa njerju e shefa dasmën tënde që nuk kanë mjaftu 200 veta, a 300 veta që i ke pas në dasëm, dhe tani duhet të shofe edhe ai kushia me cilin një foli, edhe ai shoku me cilin s'ka muhabet, kënë e kum patun, çfarë mëkati është bo, edhe duhet ta postoj në Facebook ose në YouTube, ta postoj dasmën e djalit ose dasmën e vajzës. Sa njerju bën haram duke pa dasëm, mëkatet, edhe nëse vdes, runa Zot, kanë me ju regjistru personit i cili ka bërë këtë vepër, kanë me i shku personit i cili ka bërë këtë mëkat. Prandaj vëllezërit e mi të dashur, këshilloj veten time dhe juve që të jemi të kujdesshëm në këtë veprim dhe mbarojmë këtë hutbe duke përmend rastin e një djali të ri i cili ishte nisur për të shkuar në një kafene ose një diskotekë të natës. Mirë po, fatmirësisht për rrugë e takon një njeri të devotshëm. Vëllezërit e mi, ju që jeni më të vjetër, këshilloni trit. Ju që jeni më të vjetër që ju ka mësu jeta më mirë se sa mund të mësoj shkolla, foljuni trive të qëndrojnë larg alkoolit, foljuni trive të qëndrojnë larg kafeve të natës, foljuni trive të qëndrojnë larg zërit muzikës të shojnë vetur dhe të vozit pa kufi, nga se
përfundimi ka mundësi të jetë shumë i rëndë. Dhe e takoj ky djalë në rrugë për në diskotek, një burr të urtë i cili tha, o birë, tha, bëj kujdes, nga se në momentin që hish në diskotek bashkë me ti është edhe Allahu të qep, dhe bashkë me ti janë edhe melaqet kiramen katibin, të cilët nuk kanë detyrë tjetër të shkruajnë gjunahet e tua. I mjaftoi këtij të rijut vetëm kjo fjalë për t'u larguar nga rruga e cila kishte nisur për të shkuar. E si duhet kalohen pushimet, e si duhet të jetë njeriu brenda pushimeve, me leje të Zotit Madh. Do të vazhdojmë në hutbën e radhës duke lutur Allahun dhul xhelal. Këto djers që i kalojmë xhami, të jenë arsye për na